Zjarri në Leshnicë të Tetovës është lokalizuar. Thuhet në njoftimin në Facebook të komandantit të zjarfikësve të Tetovës Avni Ahmeti, i cili thotë se në koordinim të plotë me të gjitha institucionet përgjithëse, në teren intervenuan 2 avion të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, si dhe ekipet e zjarfikësve të Tetovës, të cilët punuan pa ndërprerje dhe me përkushtim maksimal. U bë apel të gjithë qytetarëve që gjatë ditëve në vijim të tregojnë kujdes maksimal, të mos ndezin zjarr në ambiente të hapura dhe të raportojnë menjëherë çdo tym apo vatër zjarri në numrin emergjent 112, thot Avni Ahmeti. Por jo vetëm kaq. Sipas tij, pas çdo zjarri që shuhet, fshihet një histori sakrifice, guzimi dhe përkushtimi. Zjarfikësit përballen çdo ditë me rrezikun për të mbrojtur jetën, familjet dhe pronën e qytetarëve. Nuk është thjesht një profesion, është një mision që kërkon zemër, disiplinë dhe vendosshmëri. Shumica e zjarreve shkaktohen pa qëllim. Qytetarët zakonisht nuk synojnë të shkaktojnë zjarr, por një pakujdesie vetme mund të ketë pasoja të rënda. Prandaj, bëhet thirrje që të mos hidhen bishta cigaresh në hapësira të hapura, veçanërisht nga automjetet në lëvizje. Mos ndizni zjarr apo skara në pyje dhe në vende me bimësi të thatë. Pastroni barin e thatë dhe shkuret rreth shtëpive dhe weekend shtëpisave dhe krijoni një brez mbrojtës. Mos digjni kashtën dhe kullotat. Tregojini kujdes gjatë përdorimit të veglave që krijojnë shkëndija, sigurët prerës dhe aparatet e saldimit. Fermerët të jenë të kujdesshëm gjatë përdorimit të pajisjeve për largimin e shpendëve, të cilat mund të shkaktojnë zjarr. U bëhet thirrje qytetarëve që çdo sjellje të dyshim ta raportojnë menjëherë në stacionin më të afërt policor ose në numrin 112. Raportoni persona që mbajnë lëndë të dyshimta të lëngshme, pishtar, fishek zjarre të mëdha ose mjete e aktivitete të tjera që mund të shkaktojnë zjarr. Në kushte të temperaturave jashtëzakonisht të larta kërkohet kujdes maksimal. Një shkëndij mund të shkaktojë një tragjedi të madhe, apelojnë nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim.